Një sezon me shumë punë, për më tepër me gëzim të madh familjar që e bëri këngëtaren Afërdita Demaku dhe familjen e saj më të komentuar se çdo herë tjetër. Përkundërse vetë gjithmonë kanë zgjedhur punën mbi zhurmën, pavarësisht se nuk e kanë synuar kur aq shumë vëmendjen. Për gjithçka mbi të rejat, karrierën e planet, prive Libertas Bahiut, Afërdita dhe Dona nuk i thanë jo. Këngëtarët na hapën dyert të shtëpisë për një bisedë shumë të këndshme e përtej filtrave, me mikpritjen tipike të një familje me vlera shqiptare. Për këtë intervistë, dorën zemër na është dashur të presim pak më shkas nga sezoni i ngjeshur ku Afërdita po rrugton tashmë me 2 fëmijët e saj. Domethënë thuajse çdo ditë jemi kanë të rezervuar në dasma, kështu që kemi kaluar zakonisht bukur si çdo herë, si çdo vit. Tash që i kam edhe të 2 fëmijët e mi që janë bashkë me mu, janë edhe krahu djathi imi, kështu që po kalojmë çdo kohë mirë, falenderojmë nga zemra gjithë ata që na ftojnë në dasmat e tyre. Domethënë që i presin me vite, shumë vërtet që tash ndihem shumë më mirë, se domethënë kam edhe krahun e djathtë edhe të majtë të dytë jam domethënë e përmbushur me një fjalë. Po kalojmë shumë mirë, ka më mirë se sa me kënu me fëmijët e tu. A e ki prit që e ki më kanë që ka shumë e kërku me fëmijët në vetë të treta? A e ki pas sa dronë në fillim që shka më kanë? Po, është nashta edhe ku mendu këta që po e kum pa talentin e 2 fëmijëve të mi, domethënë sidomos Donës. Dona është shumë talente, këndon shumë bukur, edhe kum pa që po e dojnë shumë. Domethënë për mua është kjo diçka shumë e mirë, s'ka krahasime të madhe. Kanë kem qef me pa më mirë se sa veten për pas fëmijët tanë. Gjithashtu edhe Jano edhe djali është shumë i mirë. Ai domethënë ka kryer edhe shkollën për muzikë, kështu që një muzikën edhe më thellë se ne, po edhe ajo është shumë i mirë, po Dona është jashtëzakonisht e mirë. Një familje lidhur fort me njëri tjetrin, një gjë të tillë reflekton edhe në karrierë. E tillë ishte kënga e Donës për babain, me të protagonist në klip. Dona ka arrit me marrë babën e vetë në klip. Unë asnjëherë, domethënë bashkëshorti im nuk ka dalë nëpër kamera në media ose dikun tjetër. Kështu që Dona mundet me fol. Do këtë të vjen ajo shprehje. Vajza e babës. Po vajza e babës. Po. Çika është pika e dopte babës, edhe garant ai për babën nuk ka për çik nuk ka menu 2 herë. Shumë e vërtet. Ne patëm caktu datën që një kohë shumë gjatë të martesës, të dasmës, edhe unë pa ta mendu, domethënë i binte 1 vit përpara, që isha duke e planifikuar dasmën në çdo detaj, gjithashtu po mendoja edhe për këngë, për projekte, që dëshiroja të shfaqeshin tamam në dasmën time në mënyrë që t'i mbaja kujtim për gjithë jetën. Edhe një ndër këto këngë ka qenë edhe kënga për babën. E kam pasur në momenti ta bëj një këngë për babën, sepse ne me mamin kemi shumë duete, në duete në të cilat unë gjithmonë e shpreh falënderimin edhe mirënjohjen e madhe që e kam për mamin. Mirë po kam dashur ta bëj të njëjtën gjë edhe për babin, domethënë t'ja di rëndësinë edhe thjesht ta shfaq një falënderim të madh për të, për punën e madhe që ai e bën, qoftë për mamin, qoftë për neve si familje, qoftë në profesion, qoftë në jetën e përditshme. Edhe pa ta menduar për një këngë për babën, edhe për herë të parë e kam shkruar vetë, ka qenë kënga e babës që e kam shkruar vetë, edhe kam menduar që të punoj edhe me një kompozitor, me Mitin, që e ka komponu këngën edhe ka bërë orkestrimin e këngës. Unë mundohesha ta mendoja në mendjen time, t'ja bëj si surprizë babit, mirë po ka qenë e pamundur ta mbaja gjatë, sepse unë doja që ta bëja videoklipin gjatë dasmës, sidomos gjatë kohës kurorëzimit, ku do të fillonte dasma. Edhe i tregova babit 1 muaj, 2 muaj përpara dasmës që unë e kam bërë një këngë për ty, mirë po unë kam shumë dëshirë që ti të dalësh në videoklip, sepse mamin edhe vllaun do t'i kem gjatë gjithë jetës në për videoklipe që do t'i shoh edhe do t'i kujdoj, domethënë gjithmonë, mirë po doja ta kisha edhe babin si kujtim që në të ardhmen kur një ditë nuk është më, unë ta shikoj me krenari dhe me dashuri të madhe. Krahas projekteve, gjëja më e komentuar nga familja ishte dasma e Donës këtë verë. Në fakt, u bë e tillë përkundër mungesës së mediave e mbi të gjitha të personave të famshëm në të.
Patjetër që të gjithë i respektojmë, mirë po është mendimi im personal që kolegët i ke kolegë, ke respekt për ta, çdo gjë në rregull, por unë mendoj që asnjëherë nuk mund t'i ke shok edhe shoqe. Sepse në momentin që në mes hyn interesi, secili dëshiron të jetë më lart se tjetri. Edhe unë mendoj që dasma është shumë e shenjtë, edhe nuk është e rrugës që të ftohen domethënë të famshëm edhe t'i humbas rëndësia dasmës edhe asaj le të themi asaj pastërtie private vetëm me familjarët edhe me shoqërinë. Sepse gjithë familja jemi të njëjtë, të katërt, një herë që kemi ndonjë event në familje, e në këtë rast dasma, siç e përmenda, që është aq e shenjtë, nuk ftojmë njerëz ku në mes hyn interesi, që kemi ndonjë interes nga ata ose ata kanë interes nga ne. Kemi dashur çdo gjë të jetë e pastër, edhe unë kam pasur vetë fatin, domethënë të shoh për nga afër dasma të famshmëve në Kosovë, edhe thjesht nuk më ka pëlqyer asgjë, nuk më ka pëlqyer se si eskalonte situata në për ato dasma, sepse më rëndësia ose fokusi nuk ishte te çifti ose tek ajo familje, te gëzimi i tyre, te festa e tyre, mirë po tërë fokusi ishte tek të famshmit. Aty ajo nuk dukej si një dasëm, dukej si një mbledhi, le të themi, e të famshmëve, edhe humbiste ajo rëndësia edhe për çka ata janë mbledhur. Edhe nga ana tjetër, një arsye tjetër është se unë jam vetë tip shumë privat. I dua gjërat kështu ti mbaj, domethënë për vete, me njerëzit që i dua, me njerëzit që më duan. Ndo detaje me partnerin tënë, ma shumë t'i mbaj private. Po, shumë e vërtet, edhe pastaj ka mendu edhe anën e bashkëshortit, ata nuk i përkasin një familjeje që është e njohur, le të themi, edhe kam dashur shumë t'i respektoj, kam dashur që ata ndihen të lirshëm, mos jenë në prej ose le të themi në patë kamerave të ndryshme. Për para dasmës së madhe, Kanaxhegji po ashtu la një kujtim të bukur që në fakt ishte kërkesë e prindërve të donës. Kanaxhegj për Kanaxhegj ju. Po, doja të dilja aty. Jo, nuk u bën dakord asnjëherë. Unë Kanaxhegj nuk kam pasur dëshirë asnjëherë në jetë, mirë po. Gjithmonë ka thonë jo, tha, doni më dëgju mu, tha, jo, doni me bë vetë. Ase unë kam u martu, tha edhe nuk kam dëshirë ta me bë Kanaxhegj. Edhe më të vërtetë se gjithë ata që na njohin, domethënë familjar të afërt, shoqëria, gjithë e dinë se sa të ndihshëm jem. Edhe kështu që edhe vajza gjithashtu, kjo nështë edhe ma shumë se sa neja është e ndihshme, kështu që s'kishte dëshirë për këta, s'doj ke me bë Kanaxhegj. Po besoj që dëshira ka ma shumë i prindve. Po, dëshira u kone jona. Po, deri diku edhe une e kam dëgju se dojsha me dëgju mendimin e saj, edhe kjo s'po dën. Por baba i vetë, në kohën e fundit, kur ka qenë, një muj e gjysmë? Një muj për para dasmës, kemi vendos ta bëjmë edhe Kanaxhegjin, që unë e kam quajtur fest. Edhe kështu, unë gjithmonë, gjatë gjithë jetës i kam dëgju prindrit për çdo gjë, edhe më kanë edukuar në atë mënyrë, edhe unë jam mundu t'ja kthej në të njëjtën. Po, edhe për këtë rast, më në fund vendosa që okej, të pranoj edhe unë. Nuk doja t'ja prishja edhe këtë dëshirë të fundit, si vajza e tyre, sepse këta gjithmonë thonin se ti e vajza jone vetme, ne duhet bëjmë diçka, edhe ne duhet bëjmë diçka për ty, sepse ti e meriton, edhe kënga jo më mira nuse shkon, këta janë munduar ta shprehin edhe dashurinë edhe krenarinë që ndjejnë për mua, edhe unë për ta. Edhe nuk jam një person që ka dëshirë të shfaq veten se çfarë rroba kam, për shembull, të nusëris, le të themi, që i kemi bërë për dasëm, nuk doja të dilja dhe të tregoja ndoshta, okej, këto janë rrobat e mia, ta shfaqja veten, kjo është ari im, natyra ime është pak
më privat, për shkak të respektit madh për prindrit, për familjen e gjerë, hallat e dajt e tezët e çdo kush që dëshiron të më shihte si nuse, pastaj edhe për shkak të respektit të madh që e kam për prindrit e Florianit, për familjen e tij që ma kanë realizuar çdo dëshirë, qoftë për organizimin e dasmës, qoftë për çdo veshje të nusërisë ose diçka tjetër. Kam dashur që t'i respektoj gjithë dhe kam thënë, okej, unë do të dal me velo, mirë po edhe me ato veshjet e nusërisë. Dhe mirë ke bo që i ke vesh, se valla je do këte për bukur. Faleminderit Shumë shumë, edhe bukur. prindrit më kanë dëgju, unë nuk kam ndërhy shumë në organizim të kanaxhegjit, po e quajmë tash kanaxhegj, se unë normal kam kërkuar që ajo të quhet fest, ma kanë realizu dëshiren që të ftojmë edhe burra edhe gra, unë nuk kam dashur të bëj kanaxhegjen siç po bëhet në Kosovë vetëm me gra, sepse kam dashur t'i kem të ftuar gjithë njerëzit që i dua, edhe burrat edhe gratë, që unë i ndjej domethënë të afërm, edhe prindrit e mi si tradicional që janë, kam pasur dëshirë le të themi të shërbejnë darkë njerëzve edhe t'i falenderojnë që kanë ardhur enkas për dasmën time. Kur marton fëmijën, emocioni është i papërshkrueshëm. Afërdita duket e lumtur me dhëndrin e familjes dhe kjo lexohet me të vërtet edhe për te fjalëve të bukura përpara kamerës. Kam qenë në shumë dasma, dije që 30 vite karrierë, dhe më thonë se cili e ka organizu dasma ma mirë se sa tjetri, jenë mundu edhe me veshje, me velo, kam pa nuse, kam pa gjitha, por më besoni që dasma jonë, dhe më thonë festa e vajzës tonë mu ka dok mas mirë në botë edhe dona, me velo, edhe me gjitha ato veshje, më ka pëlqy jashtëzakonisht. Dhondri? Edhe dhondri shumë. Edhe dhondri. Edhe dhondri është shumë i mirë. Vallaj, dona jam ka morë ronën atë natë krejtve, nuk i di. Kjo më do ke njën e nonë atë tjerë të krejtë anën tjetër. Kështu që edhe dhondri është shumë i mirë, është shumë djali i mirë, i familjes mirë. Mjafton me i pa mirë këta, me i pa të lumtur. Për mu është gjithçka në jetë kjo, kur i shoh këta mirë edhe kështu që gjithçka inshallah që kanë shëndetin edhe sa ma shpejt na gëzojnë me nipa me misa. Por si nisi gjithçka? Unë jam taku me Florianin në një koncert, edhe ne kemi pasur të këndojmë në atë koncert, edhe ka ardhur gjithë familja e Florianit edhe Floriani në atë koncert. Edhe në një zonë aty kemi qenë unë edhe mami, ku qëndrojnë këngëtarët, muzikantët, erdhen të na përshëndesnin e gjithë familja, një ndër ta ishte edhe Floriani. Edhe në momentin që erdh, u prezantuam me njëri tjetrin, edhe mbaj mend që aty të dytë kemi ndjerë diçka, kemi ndjerë kështu një... Ka qenë magjike, kemi ndjerë një energji shumë pozitive që nuk e kisha ndjerë kur në jetën time. Në jetën gjë ka thënë edhe ai, pastaj pas disa kohësh. Dhe që nga ajo kohë deri më sot jemi bashk, e kemi pa njëri tjetrin, që jemi për njëri tjetrin, që jemi shumë të njëjtë, jemi të dashuruar, sot jemi të martuar e po jetojmë bashk. Jam shumë e lumtur edhe uroj që të vazhdoj kështu gjatë gjithë jetës. Njohja e përshtypjet e takimit të parë për Afërditën si vjerë, padyshim që nuk harrohen. Unë më tregu drejtë, unë e kam njoftë edhe ma herët Florianin, edhe pse dona nuk e ka njoftë, as nuk e ka ditë kush është Floriani. Unë e kam njoftë përmes babait e tij, sepse ai ka qenë organizator i këtyre mramjeve dhe më ka ftu edhe 2 vite përpara me këndu, por qelloi pandemia edhe nuk patëm mundësi me shku, anullun koncertet e kështu. Mandej na thirri për 50 vjetorin e lindjes. Dhe më thonë, Floriani më ka ftu mu për 50 vjetorin e lindjes me këndu të babës vetë. Edhe unë e kam shku atje, kom shku në shtëpi tyne, kemi nejt, edhe na jemi të lirë, po dhe ata familje shumë e mirë edhe të lirë edhe kemi nejt. Dhe më thonë, shumë familje mirë, nuk është që, dhe më thonë, i kemi njoftë edhe ma heret në ata, edhe Florianin, po Florianin se këmë njoftë ma gjatë, kush është vetë si djali e asaj familje. Po më të vërtet Floriani është shumë djali mirë, e shoh që e duan shumë njëri tjetrin, kanë respekt për njëri tjetrin, e ndëgjojnë njëri tjetrin. Kjo është shumë rëndësi. Dhe kështu që dashë Zoti që ta jetat ju shkon mirë.
Kështu si që po i shoh tash. Dona tashmë ka një rrugtim fort të suksesshëm në karrierë që po i vazhdon me hapa solid. Gjithçka bëhet edhe më lehtë, ma shkas nga mbështetja e pakushtëzuar e Florianit. Tash është ndoshta herët me folë, edhe pse ne e njohim njëri tjetrin që disa vite tash. Është herët ndoshta të flasim një gjatësi për krahjet profesionit. Mirë po deri më tani çdo gjë domethënë ka qenë shumë korrekte nga ana e tij, sepse ne kemi qenë shumë të hapur me njëri tjetrin edhe kemi bisedu që nga fillimi për çdo gjë. Ai e di si shkon ky profesion, është i vetëdijshëm për gjitha, edhe që nga fillimi e kam vënë re që ka qenë shumë përkrahas, është njëri mendje hapur, e kupton jetën, e kupton punën, profesionin, edhe po e shoh që tashmë që jemi të martuar, që 2-3 muaj, po e shoh që me të vërtet po mundohet shumë të më ndihmoj, të më përkrah, të jap ide për projekte të reja, edhe shpresoj shumë që do të vazhdoj në këtë mënyrë, ta shohim. Por martesa do t'imponoj patjetër një ritëm të ri. Kjo mashkas nga jeta në Gjermani e saj. Jam munduar t'i mendoj gjitha gjërat, jam vajt që mendoj shto shumë një gjatësi, edhe jam munduar të analizoj çdo detaj, se a do të mundem t'ja dal në momentin që jetoj në Gjermani. Patjetër që ndjej mall të madh për prindrit, për vllahun, sepse kemi qenë gjithmonë bashkë, jemi bashkë për shkak profesionit, edhe kemi qenë gjithmonë të lidhur. Mirë po, e thash edhe më herët e kam pasur fatin të jetoj jashtë Kosovës, edhe për mua nuk po është shumë e vështirë që të jetoj në Gjermani, të jetoj larg, sepse edhe nga atje unë po mundem të planifikoj e të punoj. Mua më pëlqen shumë jeta e Evropës, më pëlqen qetësia, patjetër që nuk është ajo ngrohtësia e Kosovës, e njerëzve, afërsisë të madhe që e kanë familjet e njerëzit me njëri tjetrin, mirë po që jam në rregull, sepse jam e mësuar me atë lloj jete, me atë qetësi, me punë të madhe, edhe unë e kam darë mendjen që do të udhtoj shumë. Kam udhtuar shumë edhe nga Amerika dhe nga Anglia, kur kam qenë studime, për të ardhur për punuar për këngë të reja, për koncerte, për mbrëmje, për dasma, edhe tashmë jam duke bërë njëjtën gjë. Edhe tashmë jam Kosovë, sepse jemi duke punuar këngë të reja, kemi ardhur për intervista, për dasma, për koncerte, e kështu që Mendoj që do t'ja dalë mirë. Djali tashmë është bërë pjesë e vendashme punës. I ri po, i talentuar po. Pika djalit me një fjalë. Kur do ta bëj vjerë sërish Avërditën? Vallaj s've di nuk ve di për djali s'po thot kur gjë. Djalin të shohim, po në bashkë me ju kënë Po, bashkë jemi. A përmend ai dasëm a opera diçka? Jo, s'po përmend, naja kena përmendur. Prej moshës 20 vjeçare, i kom thonë, ti si ti bën 20 vjet kena me të martu. Po nuk e di çka u bë, u shty 21, 2, 3. Tash të shohim, inshallah, Zoti, që thojnë populli dhe në kismet, inshallah një nuse të mirë, një nuse të hajrit. Pak ditë më parë në Nebi publikuan projektin e ri muzikor, i cili vjen me një tematik fort të ndjerë, gjë që bëri të marrë vëmendje shumë të madhe. Planet të tjera ka rrugës. Mandej vjen një duet tjetër me djalin tim, me Janon, edhe ajo është një këngë shumë e bukur. Kemi edhe projekte të tjera, secili veç, do më thonë solo, Dona, unë edhe Jano. Shpresoj që do të pëlqehen, do të mundohemi me dhënë maksimumin, edhe me i këndu edhe me konë projekte sa më të mira për popullin. Me një atmosferë të ngrohtë që diktohej nga pritja, biseda duket sikur nuk do kishte fund. Por ne i vum pikën këtu, duke lënë familje në përditshmërinë e tyre, deri në risi tjera, si nga personalja, ashtu edhe nga profesioni.